Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashur miq, mirë se erdhët në emisionin Meditime Ramazani. Sonte në studio kam të ftuar imamin e xhamisë së Parrucës, teologun Durim Kasemi. Hoxhi nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Vazhdojmë të jemi në muajin e Ramazanit, në muajin e adhurimit, në muajin ku besimtari duhet të jetë më afër me Allahun Azza wa Jalla me çdo lloj adhurimit. Dhe nga adhurimet me të cilat besimtari është afër Allahut Azza wa Jall është edhe duaja, lutja të cilën ne i drejtojmë Allahut Azza wa Jalla. Prandaj, për të folur më gjatë për këtë temë, në studio kam Hoxhën nderuar, të cilit do t'i parashtroj edhe pyetjet përkatëse. I nderuar Hoxh, dim që duaja është tek ajetet e agjërimit. A ka një lidhje? Nëse po, çfarë lidhje ka duaja me agjërimin sipas ajeteve të Kuranit famlart? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë. Vetëm për ti çdo gjë kërkojmë, dërgojmë salavat e pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Amin. Është interesante çështja e pozicionimit të ajetit të duas në mes ajeteve të agjërimit. Sepse ajetet e agjërimit, pra ajetet 183 deri tek ajeti 186 i surës Al-Baqara, janë ajete që flasin për rregullat e agjërimit, për obligimin, për disa rregulla e kështu me radhë, për zbritjen e Kur'anit. Por në mes të këtyre ajeteve vjen edhe ajeti ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Ku nëse të pyesin ty o Muhammed robëri të mi për mua, unë jam afër, ujibu da'wata ad-da'i, i përgjigjem lutjes ose thirrjes së atij që më thërret dhe më lutet dhe më bën dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Të më përgjigjen mua, të më besojnë mua në mënyrë që të jenë të udhëzuar. Pra është interesante pse është ky ajet këtu. Në mes këtyre ajeteve, pamje të parë duket që është jashtë kontekstit, nuk ka lidhje me kontekstin e ajeteve të agjërimit. Por po të thellohemi më tepër, ka një lidhje. Ka një lidhje nëse të thellohemi më tepër në kuptimin e agjërimit dhe në kuptimin e duas. Xhallarët kanë përmend se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend ajetin e duas këtu në ajetet e agjërimit në radhë të parë me tregu për vlerën e duas dhe veçanërisht vlerën e duas gjatë muajit të Ramazanit. Me tregu për vlerën e duas dhe veçanërisht për vlerën e duas në muajin e Ramazanit. Është edhe një udhëzim për agjëruesin që duhet ta shoqëroj agjërimin e tij me dua. Së dyti kanë thënë hoxhallarët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na ka udhëzuar në hadithin e tij të njoftën ku thuhet se 3 lloje personash, 3 kategori njerëzish nuk i refuzohet lutja e tyre. Një prej këtyre kategorive është edhe agjëruesi. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala sikur dën me na thënë neve se edhe pse agjërimi ka sakrificë, ka sakrificë të mëdha, është lodhje, është angazhim, është mund, është privim prej knatësive fizike të njeriut, prej ushqimit, prej dëshirave të tij, prej pasioneve të tij për një periudhë gjatë, nuk është gjë e lehtë. Pra të qëndrosh një muaj rresht, nuk është e lehtë. Imagjinoni eksperiencat që bajnë për shembull tujt jo musliman me agjërimin që është i njoftën në ditët e sotme dietik. Ata hasin probleme të mëdha, ose kur provojnë një musliman për herë të parë një eksperiencë të ngjashme me agjërimin e muslimanëve, atë tregon që është e vështirë, nuk është e lehtë, aq më tepër që është për një periudhë një mujore. Pra është adhurim i rëndë dhe i vështirë, nuk është i kullashëm. Por sikur i malli Zot dën më na thonë se edhe pse ju bani këtë agjërim, këtë sakrificë, këtë mund, përsëri keni nevojë me i çu durt tek i malli Zot për ndihmë. Edhe pse kjo mund të tregojë, agjërimi mund të tregojë që ka njeriu forcë, vullnetit, vëzhgimit, mundet me ndryshu, mundet me bë diçka, por prap mbetet se ka nevojë për Allahun subhanahu wa ta'ala.
Normalisht, jo vetëm në muajin e Ramazanit, por në çdo kohë tjetër besimtari ose çdo njeri faktikisht ka nevojë për Allahun Azza wa Jalla dhe kjo nuk diskutohet, është fakt pra në veti. Por në kohën e Ramazanit, normalisht sa më afër Allahut Azza wa Jalla me çdo lloj adhurimit, besimtari vetëm se lartësohet, vetëm se gradohet dhe vetëm se pastron atë shpirtin, pastron atë egon, pastron zemrën dhe përmirësohet në mënyrë që të fitoj energji, apo jo, që 11 muaj në vazhdim të jetë me energji pozitive për të përballuar ato sfida, sepse jemi dëshmitar, dashje pa dashje nuk mund të jemi të angazhuar, edhe pse duhet faktikisht, mas Ramazanit, pra me angazhimin që kemi në Ramazan. Prandaj, duaja është dhe duhet jetë pra ndër adhurimet më kryesore, të cilat ne duhet i kryejmë gjatë muajit të Ramazanit. Hoxhë nderuar, përsa është përmend duaja në mesin e ajeteve të agjerimit dhe çfarë duhet kemi parasysh në çështjen e duas gjatë Ramazanit. Ndoshta brenda janë dy pyetje, por që kanë të bëjnë afërsisht me të njëjtën gjë. Besoj se jam i qartë me atë çfarë desha të pyes. Po. Po të shikojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si e ka konkretizuar ibadetin e duas gjatë Ramazanit. I dërguari i Zotit alaihi wasallam e kishte si praktik të tij që sa herë që shifte hanën e re të një muaji, lutej me këtë fjalë: Allahumma ahillahu alejna bil yumni wal iman. O Zot, bane që kjo hanë e re, ky muaj, kjo kohë, kjo periudhë kohore të jetë për ne kohë bereqetit dhe imanit, was salamati wal islam, dhe kohë paqet, bane të paqet, dhe kohë islamit, pra na mundëso që ne ta forcojmë imanin, na dërgo bereqet, na jep paqe, qetësi, selamet. Pra e fillon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimin e muajit me dua. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se agjëruesi kur çel agjërimin e tij bën dua. Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se edhe kur ushqehemi, kur hajmë iftar të ndukush, të bëjmë dua për të. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e çelte agjërimin, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Thoshte i dërguari i Zotit alaihi wasallam: o Zot, pasi e çelte iftarin, për ty kam agjëruar. Për ty kam agjëruar. Wa ala rizqika aftat, dhe me të mirat tuaja po bëj iftar. Pra, një shfaqje e tauhidit, e nënshtrimit, e fukarallajkut ton kërshi Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur bante iftar tek ndokush, çka i thoshte? I bante dua: aftara indakum as-saimun wa sallat alaykum al-malaika, që do të thotë lutej për ta që o Zot, mundësaja që gjithmonë të këto njerëz të bajnë iftar agjëruesit për shkak të shpërblimit të madh që ka dhënia e ushqimit për agjëruesin, wa sallat alaykumul malaika, dhe luteshin për ju dhe bashin dua për ju melekët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një formë mënyrë të pejgamberi alayhi salatu wassalam shfrytëzonte çdo kohë, normalisht çdo vend, pra për të bërë dua dhe për të qenë sa më afër me Allahun azza wa jall. Absolutisht po. Gjithashtu kemi për shembull edhe një veçori të muajit të Ramazanit që ka të bëjë edhe me duan, që është namazi i vitrit. Ne e dimë se namazi i vitrit në Ramazan është specifik sepse lejohet me u fal me xhamat. Dhe namazi i vitrit ka përmend aty duan e kunutit. Po flasim po përmend disa raste të veçanta që i dërguari i Zotit alayhi wasallam i kanë nxjerrë në pa lidhur me duan gjatë muajit të Ramazanit. Pra kena duan e kunutit që është dua për mbledhse, që i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam ja ka mësuar nipit e tij Hasanit radhiyallahu anhu, që është dua për mbledhse. Pra kena duan kur çel iftarin. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma kur e çelte iftarin, duke u nis nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë se 3 dua janë të parrefuzuara, edhe një ndër këto edhe duaja e agjëruesit.
mblidhte familjen e tij dhe i lutej Allahut subhanahu wa taala kur çelte agjërimin në fjalët Allahumma inni es'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay an taghfir li. O Allah, unë të lutem ty me mëshirën tënde, e cila ka kaplu çdo gjë që të më mëshirosh mua. Pra, shikojeni se si e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duan gjatë muajit të Ramazanit, se si e ka praktiku në shumë pjesë të ditës së tij si agjërues. Po gjendru, një person i cili bën dua, normalisht që pret përgjigjen ose pret realizimin e kërkesës që i paraqet Allahut azza wa jalla. Çfarë kuptimi ka përgjigja e duas sa ati personi i cili agjeron? A duhet ta shohim në kontekst të ngushtë apo ka një dimension shumë më gjanë se sa mendojnë njerëzit realisht kur i lutën Allahut azza wa jalla? Është shumë interesant se normalisht kjo bëren edhe prej natyrës njerëzore, por ne si musliman duhet me korrigju këtë si koncept. Sepse edhe pse i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam ka thënë yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Lutja e secilit për jush është e pranuar derisa të mos ngutet. Kur e kanë pyetur të dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam se çka është ngutja, ka thënë që njeriu thotë që da'awtu falam yustajab li. Unë kam ba dua. Dhe kjo është qetësim që i shpeshherë vi njerëzit thotë që vallahi unë jam lutë Allahut subhanahu wa taala në Ramazan, gjithë Ramazanin nga bani këtë dua, por nuk më është më pranu. I kam kërkuar mallit Zot më plotësoj një dëshirë, nuk më është pranu. Normalisht kjo është natyra njerëzore. Dhe koncepti jon për përgjigjen e duas është i ngushtë. Është shumë i ngushtë, edhe shumë i varfën. Edhe kanjëherë është edhe i padrejtë. Është i ngushtë sepse ne mendojmë se ne i dim të tëna të mirët. E dim se çka është e mirë për ne, çka na bën mirë, çka na bën keq. Mendojmë se shohim aq sa duhet me pa, por normalisht nuk mundena me pa përtej aftësive tona, nuk mundena me pa se përfundimin e një pune. Është i ngushtë sepse e kufizojmë të mirën nga njëherë me vetëm ato të mirat materiale të kësaj bote. E kufizojmë të mirën me të mirat materiale të kësaj bote që ka ne kërkojmë. Siç të përmenda rastin kur shumë njerëz thonë që jam lutë Allahut subhanahu wa taala për një dëshirë, por nuk më është plotsu. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë që ma min ahadin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qatiyatu rahim. Çdo kush që i lutet Allahut, që i lutet Allahut subhanahu wa taala, i drejtohet me një dua në të cilën as nuk ka gjuna, pra nuk kërkohet një gjuna, as qatiyatu rahim, as nuk kërkohet ndërprirja e lidhjeve farefisnore, illa a'tahu Allahu ihda thalath. Allahu subhanahu wa taala ka i dhënë një prej tre gjërave. E para, ose ti pranohet lutja, ose Allahu subhanahu wa taala për shkak të bereqetit të asaj duaje, t'ja largoj, ta mbroj nga një e keqe, nga një kader që është caktu, ose ta mbroj totalisht, ose t'ja lehtësoj, pra duaja një farë mënyre, shërben si një lloj amortizuesit dhe zbutësit për rëndësen e sprova, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja përleshet me kaderin, me kuptimin që me pengu atë keqen, ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu ka për t'ja rujt shpërblimin e asaj duaje për ditën e gjykimit. Pra shikojeni konceptin që na jep i dërguari i Zotit. A mund të themi lehtësisht çdo lloj duaje që bën besimtari, duaja e sinqertë, pra e cila pranon ta kushtet dua, sepse duaja ka kushte në vetë. Pra nuk ka dua pa shpërblim. Nuk ka dua e cila nuk e ka atë karshëllikun e vet, pra qoftë këtë botë, qoftë edhe në botën tjetër apo jo. Absolutisht. Prandaj thash që përgjigjen e konceptin e përgjigje kena të ngushtë dhe të padrejtë. Përmenda fjalën e padrejtë sepse e thojmë që i him në hak të mallit Zot sepse ne dona i kët, por Allahu subhanahu wa taala ka diçka shumë më të mirë për ne, shumë më të madhe, shumë më me vlerë për ne, sepse Allahu azza wa jall, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më i mëshirshëm për ne, siç i patpruat shembullin se sa aja deveja
me dvoglin e saj, ose se sa nana me foshnjën e saj. Pra Allahu subhanahu wa taala kujdeset për ne më shumë se ne ç'kujdesena për vetët tona. Pra Allah i malli Zot është i gjithë ditën, i shef gjanat në total, i din gjanat se si janë, si kanë kënë, si kanë me kënë. Allahu subhanahu wa ta'ala kur thot në Kur'an kutiba alaykumul qital wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ju është bë obligim lufta, edhe pse mund të jetë e keqe dhe e padashtën për ju. Por ndodh që të mos doni diçka për të jetë hajër. Njeriu mund të lutet Allahu subhanahu wa ta'ala për diçka, duke menduar se është hajër për vetveten e tij, por se fundi i saj mund të jetë sherr. Tregohet një herë, kjo nuk është e thanun që me kënë e saktë rëndësi ka morali, i ka jetë, thua që një njeri i lutë Allahut subhanahu wa ta'ala që o Allah, ma mundësa që shkojnë luft, shkojnë xhihad, ma mundësa i lutë Allahut subhanahu wa ta'ala, shkojnë luft. Pra, kërkesa e tij çka ka kanë, më bën risk xhihadin, shkoj të luftoj për me lartësu fen, për me mbrojt fen, për me mbrojt muslimanët, për me mbrojt nerin e kështu me radhë. Thot një herë, një ditë prej ditësh kur po bante dua, e lutet mallin Zot me përgjërim. I erdhi një zadhe i tha, imagjinoni ç'të keqe ka në lutjen për me shku në luftë. A di sa? Po për këndvështrimin ton që është i shkurt. I erdhi thot një za dhe i tha që shiko o filan, ti nëse shkon në luftë, ke për të zanë rob, ke për të dobësu, ka për të kërku me ba kufër dhe ke për të ba kufër. Pra shikojeni. Ai dal prap luftë. Do absolutisht ja. Shto Allah na i kërkojmë Allahut subhanahu wa ta'ala diçka që ne mund të duket e rregullt, e mirë, e dobishme. Sepse kjo është edhe shqetësimi i njerëzve, thonë që po i kam lutur Allahut subhanahu wa ta'ala me ma plotësui këtë për fe. Një malli Zot e din se si është hajri. Shikojeni se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë që mos ta dëshiroj askush vdekjen, nuk bën me dëshiroj vdekjen. Por nëse rrethanat e strehojnë dhe e çojnë deri në një grad më ulut për vdekjen, ka thënë, o Zot, më merr shpirtin qofse është e mirë për mu, e hajrit për mu, dhe më jep jetë qofse është e hajrit për mu. Është Allahu subhanahu wa ta'ala ai që i vendos gjanat, ai që i din gjanat. Është Allahu subhanahu wa ta'ala ai që i vendos dhe i din gjanat. Diçka tjetër interesante është që a ka diçka më të mirë se sa përgjigja e lutjes tonë? Ka diçka më të mirë. Lartësimi i gradës tek Allahu subhanahu wa ta'ala, të mirat e kësaj dhunjaje janë të përkohshme. Lartësimi i gradëve në xhennet tek Allahu subhanahu wa ta'ala për shkak të duas së njeriu është më mirë se të mirat e kësaj dhunjaje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të cilin robi faktikisht nuk është i vetëdijshëm për këtë gjë, ndoshta për këtë arsye edhe kërkon që të realizohet doja në këtë botë, faktikisht pa e ditë se çfarë pret tek i malli Zot. Prandaj thash ne kena koncept jo të rregullt. Është natyra e njeriu, por vlen me u rifreskuar i përmend që me u rregullu si koncept. Pra lartësim gradash me dua. Shtim i sevapeve, falje e gjunaheve. Gjithë qëllimi jon është që Allahu subhanahu wa ta'ala më na i fal gjunahet, siç i thoshte ai beduini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja Rasulullah ju anku i thau nuk di me fol aq bukur si fleti dhe mualli. Nuk di me than këta fjalë i gjysore dua pa supozoj. I tha, po ç'a thuti? Më tha mo Allah, më van rrezik xhenetin dhe mbroj prej zjarrit të xhenemit. I tha pejgamberi, edhe na rreth i kësaj sillemi, pra ita haulaha nudendin, rreth i kësaj sillemi. Ba marr parasysh atë me 20 fjalë apo një fjalë, një kët. Pra, ky është qëllimi vetëm dhe duaja, kët e përmush. Hoxhë ndërum, si çdo adhurim që ka një kod veçantë, ose ka një kohë që është më i vlefshëm. Si çdo gjë tjetër që në një kohë të caktuar merr dimensione të tjera, kam idenë që edhe duaja duhet të ketë kohë në të cilat është shumë më e vlefshme duaja, është shumë më e pranueshme duaja, cilat janë ata kohë në të cilat besimtari duhet të shfrytëzojë më tepër, duhet të bëjnë kujdes më tepër, në mënyrë që edhe duaja të jetë më e pranueshme, edhe shpërblimi i duas të jetë më i madh.
Atëherë normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka kallëzu disa kohë momente kur pranohet lutja nëse janë përmush kushtet dhe nuk ekzistojnë pengesat e pranimit të lutjes, sepse një lutje në mënyrë që të jetë e pranueshme duhet që të përmbush kushtet dhe të hiqen pengesat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka kallëzu që në 23-ën e natës mes ezanit dhe ikametit na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën kur bjen shi, udhëtari, duaja e prindit për fëmijën e vet, duaja e agjëruesit. I ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e xumë në siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e xumë ka një moment kur lutja pranohet e kështu me radhë. Por du më unal tek lutja e agjëruesit. Kur është koha më e përshtatshme që agjëruesi me ba dua? Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hina yuftiru au hatta yuftiru. Ka disa transmetime që të këtij hadithit, por të gjitha transmetimet i japin dimensione të ndryshme kohës dhe kuptimit kur përgjigjet dhe kur pranohet lutja. Kena të parin as-saimu hatta yuftir. Agjëruesi derisa të çel agjërimin e tij, që nën kupton se gjithë kohës si fyri deri në kohën e iftarit është kohë duaje. Kena transmetimin e dytë ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-saimu hina yuftir. Agjëruesi kur çel agjërimin e tij. Pra në momentet kur çel agjërimin e tij. Kena transmetimin tjetër, inda fitrihi, tek çelja e agjërimit të tij. Hoxhallar duke i marrë këto hadithe, duke marrë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bë dua, pra siç e thamë në fillim që ka bë dua kur ka çel agjërimin e tij, ka bë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët që kanë bë dua kur kanë çel agjërimin e tij dhe mas agjërimit e tij, kanë thënë që e gjithë dita e agjërimit është kohë duaje për agjëruesin. Momentet më kulminante janë momentet para afër iftarit, përpara se me çel agjërimin e tij, por kanë thënë mundet me bë dua edhe mas si ka qel agjërimin e tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua mos i ka qel agjërimin e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij e ka zgjat, na e ka dhënë mundësinë që gjatë gjithë kësaj kohe muslimani të jetë ta shfrytëzojnë me dua. Dhe këtu është një urtësi. Është një urtësi pa thona kjo enigma ose kjo mos përcaktimi 100% i kohës së duas. Është urtësia që muslimani bëjnë dua sa më shumë. Sepse kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atë hadithin që përmendëm që kur muslimani lutet Allah subhanahu wa taala, Allah jep një prej rregjanave, çai thanë sahabët mbrapa. I thanë atëherë dhe nuk thirr. Atëherë të bëjmë sa më shumë. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka edhe më shumë. Pra, në mënyrë që muslimanit ta shfrytëzojnë gjatë gjithë kohës. Inshallah, ku të jetë unë do të bëj, natje, në mramje, misditë, në rrugë. Por unë do të them diçka një plus eksperiencë personale, por normalisht është e bazuar tek hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Allahu subhanahu wa taala ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Lutuni Allahut dhe jeni të sigurt për përgjigjen. Ose tek ajeti kuranor ku thot amman yujibul mudtarra idha da'ahu. Dhe kush i përgjigjet lutjes atij që është në hall kur i thret. Çfarë është eksperjenca me personale? Mundoni me shfrytëzuar ato momentet kur nhiheni ngusht, nhihesh keq, nhihesh i pafuqishëm përballë sfidave të jetës, nhihesh i pafuqishëm përballë një problemi dhe shikon që nuk ke asgjë, nuk ke rrugdalje. Në atë moment, kudo që të jesh, në rrugë, kudo, drejtoje Allahut subhanahu wa taala me lutje, sepse në atë momente është për ulja jote dhe është shfaqja më e thjellët, më e pastër e fukarallëkut tan karshit mallit Zot. Dhe është lutje e sinqertë, e shikon edhe vetë njeriu që del prej thellë, nuk del thjesht prej këtu. Pra një këta momente duhet me i shfrytëzuar njeriu dhe ne kena probleme, kena halle. Pra, mos qyrni që shiko vetëm pa ulëm një atëherë para iftarit apo bëj dua, ndoshta mendën e ke diku tjetër. Tralala, ke mendën diku tjetër, po pa shfrytëzuar. Duhet me u shfrytëzuar.
na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por shfrytëzoni edhe këto momente. Shfrytëzoni edhe këto momente kur njeriu një lloj, si kanë thënë në gjuhën arabe janë disa shprehje që ne po i diskutoshim më përpara, terminologjia fetare, ka një lloj dhullit, një lloj inkisarit, një lloj thymjet, një lloj gjynëzimit, një lloj përshpirtësijet, një lloj shfaqje të fukarallekut, të robnisë njeriu që vallai oj zot më janë myll tana dyrt, nuk kam asgjë tjetër. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta mbështet këtë që thash, që duaja e atij që është bë zullum. Përgjigjet pse? Jo s'bë zullum, edhe ai njeri nuk ka kuder tjetër. Nuk ka der tjetër dhe janë myll gjitha dyrt dhe ai është drejtu. Allahu subhanahu wa taala në këtë momente i përgjigjet dhe dua zullumçarit, edhe nëse nuk është musliman, i është pranuar duaja edhe ju muslimanëve. Pse kanë pas një lloj inkisarit, dhullit, për uljet, gjynëzimit, kanë thyr gjojt, shfaqjet të robnisë, të fukarallekut, nevojës kërshi Allahut subhanahu wa taala. Hoxhi në Rum, përpara se me mbyll programin, duke qenë se kemi ardhur edhe në fundin e programit, unë do doja për të gjithë ndjekësit tanë mesazhin tuaj me që jemi edhe në muajin e begatë të Ramazanit. Mesazhi jem është fjala Umeir radhiyallahu anhu, i cili thotë se inni la ahmilu hamma al-ijaba walakinni ahmilu hamma ad-du'a, që tregon edhe konceptin e saktë të duas të muslimanit. Thotë mu nuk më intereson, nuk e vres mendën hiç për duan, a ka më pranu, as ka më pranu. I kam pa filan lutje, filstek lutje, nuk më intereson hiç. Walakinni ahmilu hamma ad-du'a. Por unë mërzitem se a thu Allahu subhanahu wa ta'ala ka më bërë risk me u drejtu atij, me ma qenë mendje, se edhe kjo është e rëndësishme. Njerëzit sa dush, njerëz që kanë probleme, kanë halle, por nuk ju shkon mendja me igërsinë der Allahut subhanahu wa taala. Me çu durt. Kujton vrinë vret mendën e bën 1000 gjana, lozin meç, po çoj mër durt, bëni do Allahut subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet më mundu më atë për që po pse s'jam të bëu dua. Këtë më thonë që kam një problem, sepse nëse bëhet duaja, dije se hajri e mira, bereqeti, përgjigjet, marrëdhëku është me te. Pra problemi është që me bë dua sa më shumë. Bani dua, të shfrytëzojmë duan këtë mundësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, veçanërisht në muajin e Ramazanit dhe në ato momente ku na ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos harroni që të përfshinin dua vedin, muslimanët, familjet tuaja, muslimanët kudo që jenë, njerëzit, luteni që Allah subhanahu wa taala t'i jap hajër, t'i udhëzoj, t'i hap zemrat për iman e besim. Lutemi për ata që kanë kalu, për ata që kanë vdek, për të parë tanë, për prindë tanë, sepse ata gëzohen me duat tona. Allah subhanahu wa taala ju lartëson pozitat e tyre me duat tona. Prandaj nëse bëjmë dua, kur bëjmë dua të përgjithshme për të mirat e dunjas, për të mirat e ahiretit, për veti dhe për gjithë njerëzit, për gjithë ato që i kena afër dhe jo vetëm. Miq të dashur, erdhëm në fundin një programi tjetër, ku në studio kisha mikun tim, Hoxhin e Rum Durim Kasemi, të cilin e falenderoj për mesazhet e tija të qarta, të thjeshta në ndritjen e ajeteve të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Duke ju lënë në amanet të Allahut, unë ju them assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.